Një ngjarje e rëndë është parandaluar mëngjesin e së dielës në Shkodër fal ndërhyrjes së shpejtë të forcave të rendit. Punojësit e policisë, duke rrezikuar jetën e tyre, u zhytën në ujërat e lumit Buna për të shpëtuar një grua që tentoi të japë fund jetës. Ngjarja u regjistrua rreth orës 9:30 kur salla operative mori njoftimin se një shtetase ishte hedhur në ujërat e lumit Buna. Me të mbërritur shërbimet e patrullës së përgjithshme të komisariatit të Shkodrës, efektivët u futën në ujë duke bërë të mundur nxjerrjen e 59 vjeçares, edhe pse në gjendje të rënduar shëndetësore gruaja kishte shenja jete dhe policia i dha ndihmën e parë deri në mbërritjen e autoambulancës. 59 vjeçaria, identifikuar Valbona T, u transportua me urgjencë në spitalin e Shkodrës ku ndodhet në trajtimin mjekësor. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve që shtyn 59 vjeçaren drejt këtij akti ekstrem. Ndërkohë në 24 orët e fundit, specialistët për hetimin e krimeve në Vallën e Dejes proceduan në gjendje të lirë një 56 vjeçar banues në Spathar, pasi dyshohet se ka ndezur një zjarr duke djegur një sasi mbeturinash, por zjarri është përhapur duke djegur dhe një sipërfaqe me kallamishte. Në Malësi të Madhe, specialistët për hetimin e krimeve shpallën në kërkim një 43 vjeçar, pasi dyshohet se në zonën e mbrojtur të fshatit Bog ka kryer punime ndërtimi pa leje. Gjithashtu u proceduan një 36 vjeçar, pasi ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortës. Në Shkodër, specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori për një 37 vjeçare banuese në Renc, pasi dyshohet se para 3 ditësh ka konsumuar mbi dozën e lejuar një sasi medikamentesh që i përdorte për kurim. Për të gjitha këto raste, materialet i kanë kaluar prokurorisë për veprimet mëtejshme.